Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush në fakt një nga deklaratatë më të pritura të Alba Pollozhanit. Natën e mbrëmshme në Instagramin e saj, Alba Pollozhani përzjodhi që të tregon të vërtetën e madhe. Ajo fillimisht njëherë ndjeshte shumë e lumtur që ishte larguar nga shtëpia e Big Brotherit, nga presioni që kishte kaluar aty. Për të nuk ishte e rëndësishme çmimi, sa ishte e rëndësishme dashuria e publikut shqiptar. Por pyetja që më së shumti i bëhej Alba Pollozhanit ishte se a ka vënë shami apo nuk ka vënë shami, dhe me patjetër që Alba dha një përgjigje për këtë, që do të thënë për shamin kanë këshilluar që të flet me njëri adekuat i cili është për këtë gjë, por le ta ndjekim deklaratën e Albës. Në momentin që dola për jashta, më sugjeruan që patjetër të takoj person që është adekuat për këtë, kryesisht hoxhallarët, që të marrë këshilla në lidhje se a jam në moment apo nuk jam për të realizuar realisht mbulesën. Mua si ndjesim ka ardhur, si frym ka ardhur dhe me zi pres ta bëj. Mirë po javës në vijim do kem kontakt dhe do kem një takim me një hoxh shumë të njohur, i cili do të më japë sugjerimet më të duhura në lidhje me mbulesën time.